Para votimit të nesërm në zgjedhjet e përsëritura për kryetar komune në komunat Gostivar, Mavrov Rostush, Vrapqish dhe Qendër-Zhup, sot Komisioni Zgjedhor u mundsoi personave të sëmurë dhe të pafuqishëm ta ushtrojnë të drejtën e votës në shtëpitë e tyre, ndërsa votuan edhe të burgosurit banorë të këtyre komunave. Në Gostivar janë paraqitur për votim 146 persona të sëmurë dhe të pafuqishëm, ndërsa në Burgje duhet votojnë 81 persona. Ajshe Osmani, nënkryetare e Komisionit Komunal Zgjedhor në Gostivar, theksoi se procesi ka rrjedhur pas një pengesë përpos refuzimit të një personi në paraburgim për të votuar. Komunën tonë numri i kërkesave për personat e sëmur ishte 146, të gjithë kërkesat u pranon. Kishim një kërkesë për një person i cili është në paraburgim shtëpiak, mirë po aty ju refuzu kërkesa shkaku se ne domethënë dhënat, emrat e personave të cilët gjenden në burg shtëpiak na dërgon Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Personi i cili bëri kërkesë në Komisionin Komunal Zgjedhor nuk ishte domethënë në atë listë dhe për atë arsye ju refuzu kërkesa. Procedurën në vazhdim, personi domethënë mund të vazhdojë parashon e kundërshtim deri në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, është dhe drejta aty. Sot domethënë ishte kërkesa 146, pranuam materialin, dorëzuam materialin në të gjitha këshillat zgjedhore dhe ka filluar domethënë procesi për të votuar të gjithë personat të cilët kanë parashtruar kërkesë për të votuar domethënë personat e sëmurë dhe të paftë. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i ka shpërndarë flet votime dhe pajisjet për identifikim biometrik në Komisionet Komunale të Zgjedhjeve, ndërsa këta të fundit të njëjtën ka shpërndarë në vend votimet ku votohet nesër. Në Gostivar, qytetarët të drejtën e votës të ushtrojnë në 120 vend votime. Po do votohet në Gostivar, shpresojmë domethënë duke pasur parasysh kushtet klimatike pak, shpresojmë se të hapen gjithë vend votimet në kohë dhe të zhvillohet procesi në rregull dhe fertë demokratike të kemi zgjedhjet si çdo herë. Në Mavrov Rostush janë pranuar kërkesat e 69 personave të sëmurë për votim, si dhe 2 të burgosur. Në Vrapqish janë paraqitur 32 persona të sëmurë, ndërsa në Burgje duhet votojnë 11 banorë të kësaj komune. Në Qendër-Zhup janë paraqitur vetëm 2 persona të sëmurë. Në Gostivar të drejtë vote kanë 82.870 qytetarë, prej tyre 78.185 janë banorë të përhershëm të komunës, ndërsa në listën e veçantë zgjedhore për persona që jetojnë jashtë shtetit janë të regjistruar 4.604 votues. Në Mavrov Rostush në listën zgjedhore janë të regjistruar 10.575 votues, prej të cilëve 9.622 banorë të komunës dhe 951 janë jashtë shtetit. Në Vrapqish janë të regjistruar 27.279 qytetarë me të drejtë vote, 26.318 banorë të komunës dhe 950 në listën e veçantë për votuesit jashtë shtetit. Numri i votuesve në Qendër-Zhup është 7.562, prej të cilëve 6.305 në komunë dhe 1.257 në listën e veçantë për votuesit jashtë shtetit. Zgjedhjet për kryetar komune në këto 4 komuna po përsëriten sepse në zgjedhjet lokale 2025 nuk pati numër të mjaftueshëm votuesish që dolën në votim.